Nëntori është muaji ku historia shqiptare merr frymë. Çdo brez, në epoka të ndryshme, ka lënë gjurmën e vet pikërisht në këtë muaj. Nga flamuri i Skënderbeut që u ngrit në Krujë, te alfabeti që bashkoi kombin, nga shpallja e pavarësisë në Vlorë, te çlirimi i vendit nga pushtuesit. Nëntori i ka dhënë shqiptarëve lirinë, gjuhën, shtetin dhe dinjitetin. Kjo video është një udhëtim në 4 portet e historisë. 4 fitore që formsuan identitetin ton, sepse historia e nëntorit nuk është e kaluar. Ajo vazhdon të jetojë brenda nesh. Nëntori i parë i lirisë, Skënderbeu, 1443. Në fillim të nëntorit 1443, në fushën e Nishit, Gjergj Kastrioti, i njohur në gjithë Evropën si Skënderbeu, dërmori një nga aktet më të guximshme politike dhe ushtarake të mesjetës. Ai braktisi ushtrinë osmane në momentin më kritik të betejës dhe, i shoqëruar nga 300 kalorës besnik, u nis drejt Krujës, atij qyteti që e kishte parë fëmijë dhe që do ta priste si çlirimtar. Me një letër të falsifikuar që imitonte urdhrin e sultanit, Skënderbeu hyri pa gjakderdhje në kështjell. Dëboi qeveritarin osman dhe ngriti mbi muret e Krujës flamurin e kastriotëve. Një shipe të zezë me 2 krerë në sfond të kuq. Ky akt nuk ishte thjesht simbolik. Ishte deklarate e hapur lufte, një shpallje e pavarësisë së territoreve që ai synonte t'i bashkonte. 28 nëntori i vitit 1443 konsiderohet sot si data e parë e lirisë shqiptare, sepse me atë flamur lindi një qendresë 25 vjeçare, e cila ndali për herë të parë depërtimin osman në Evropën qendrore. Skënderbeu bashkoi princa shqiptar në lidhjen e Lezhës 1444. Vendosi një administratë të qëndrueshme dhe ndërtoi një model mbrojtës që i mahniti edhe mbretërit evropian. Mesazhi i tij ishte i qartë: liria nuk merret durat, por fitohet me guxim dhe qëndresë. Ky nëntor i parë, shumë shekuj para të tjerëve, i mësoi shqiptarëve se identiteti i tyre nuk ishte i rastësishëm. Ishte një zgjedhje, një betejë dhe një testament. Dhe për këtë arsye, flamuri që u ngrit atë ditë në Krujë vazhdon të jetë zemra e historisë sonë. Nëntori i dietarëve, Kongresi i Manastirit, 1908. Në nëntorin e vitit 1908, në Manastir, u mblodhen mendjet më të ndritura të kombit shqiptar. Dietar, patriot, klerik, mësues, gazetar dhe përfaqësues të gjitha trevave, nga Shkodra në Janin, nga Prizreni në Çamëri. Ishte një kohë e tensionuar, sepse shqiptarët rrezikonin të humbnin gjuhën dhe identitetin në një perandori që nuk pranonte një Shqipe të unifikuar. Para kongresit përdoroheshin disa alfabete. Ai i Stambollit me bazë arabe, ai i Shoqërisë Bashkimi, ai i Agimit, si dhe variante të tjera lokale. Mësuesit ishin të detyruar të përshtatnin libra çdo herë ndryshe. Nxënësit nuk kishin një standard të vetëm, dhe kjo çarje kulturore rrezikonte vetë ekzistencën e kombit. Kongresi i Manastirit zgjati plot 7 ditë, nga 14 deri më 22 nëntor, dhe debatet ishin të zjarrta. Por ajo që e bën këtë nëntor kaq të madh është fakti se, pavarësisht ndryshimeve fetare, krahinore apo politike, të gjithë ranë dakord për një gjë: Shqipëria nuk mund të ndërtohej pa një gjuhë të përbashkët. Dhe kështu, me votim shumicë, u miratua alfabeti që përdorim edhe sot, alfabeti lati me 36 shkronja. Ky vendim ishte një akt i jashtëzakonshëm modernizimi. Ai afroi shqiptarët me Evropën, me shkencën, arsimin dhe shtetin modern. Nëntori i alfabetit është në fakt nëntori i shpresës së re, sepse me një gjuhë të unifikuar, shqiptarët morën mjetin e vetëdijes, atë që i duhej për të ngritur vetëm 4 vjet më vonë dhe për të shpallur pavarësinë. Pa Manastirin, Vlorë 1912 nuk do të kishte qenë e mundur. Alfabeti ishte arma që hapi rrugën drejt shtetit. Nëntori i shtetit, shpallja e pavarësisë, 1912. Nëntori i vitit 1912 ishte kulmi i një shekulli sakrifica. Perandoria osmane po shpërbëhej dhe fuqitë ballkanike po kërkonin të coptonin tokat shqiptare. Në këtë kaos, një grup patriotësh të udhëhequr nga Ismail Qemali morën vendimin më të madh politik të kohës: të shpallnin Shqipërinë shtet të pavarur. Një delegacion prej 40 burrash nga të gjitha trevat shqiptare mbërriti në Vlorë më 28 nëntor 1912 dhe në shtëpinë e familjes Vlora u nënshkrua akti historik. Flamuri me shqiponjën dykrenare u ngrit në qiellin e Vlorës, duke rikthyer kombit simbolin e tij të shekujve. Ky nëntor nuk ishte thjesht një shpallje, ishte një garë e edhshme me kohën. Serbia kishte hyrë në Kosovë, Greqia në jug,
mali i zi në Shkodër. Nëse shqiptarët nuk do të vepronin në atë moment, harta e kombit do të zhdukej. Ngritja e flamurit në Vlorë ishte si një thirrje drejt botës. Ne jemi këtu, jemi një popull, kemi gjuhë, histori, territor dhe meritonim shtet të pavarur. Pas aktit, qeveria e parë shqiptare nisi punën mes presioneve të mëdha ndërkombëtare. Megjithatë, fakti që u formua një kabinet, një administrat, një program qeverisës, në vetëm pak ditë, ishte një tregues i qartë se shqiptarët nuk po lypnin liri, por po e rivendosnin atë. Nëntori i pavarësisë është dita kur u vulos ekzistenca politike e kombit. Është momenti kur ëndra shekullore mori formë reale. Flamuri, shteti, qeveria dhe emri Shqipëri. Nëntori i çlirimit, 29 nëntor 1944. Nëntori i vitit 1944 shënon fundin e një epoke shkatërimi dhe lindjen e një epoke të re. Shqipëria kishte kaluar 5 vjet nën pushtimin fashist italian dhe më pas nën pushtimin nazist gjerman. Fshatra të djegura, qytete të bombarduara, ekonomi e rënuar dhe mijëra viktima. Ky ishte realiteti i hidhur i viteve 1939 deri 1944. Por në këtë periudhë u ngrit edhe një nga lëvizjet më të organizuara të rezistencës në Ballkan. Forcat partizane shqiptare, që nga viti 1942 deri më 1944 organizuan qindra beteja kundër pushtuesve. Më 29 nëntor 1944, pas çlirimit të Tiranës dhe të gjithë qyteteve të mëdha, Shqipëria u shpall përfundimisht e lirë nga pushtimi nazifashist. Ky ishte çlirimi i parë i plot i një vendi ballkanik pa ndihmën direkte të ushtrive të huaja. Edhe pse regjimi që erdhi më pas do të sillte dekada izolimi, data mbetet historikisht e rëndësishme për vetë faktin se populli shqiptar, me forcat e veta, i dha fund luftës së dytë botërore brenda territorit të tij. 29 nëntori është një nga ato momente ku historia nuk është bardhë e zi. Ka sakrifica, dritë, hije, tragjedi dhe heroizëm. Por e vërteta e pashmangshme është kjo. Shqipëria nuk do të kishte hyrë në epokën moderne pa mbyllur plagën e pushtimit. Ky nëntor është fundi i luftës dhe fillimi i shtetit të pasluftës. Kur i bashkon këto 4 nëntor, kupton se rruga e shqiptarëve nuk ka qenë kurrë e lehtë, por gjithmonë e ndritur nga qëndresa. Nga 1443 deri në 1944, liria u mbrojt, u ringrit, u shkrua dhe u rivendos. Sot, ne jemi trashëgimtarët e këtij zinxhiri sakrifice dhe shprese. Detyra jonë është të kujtojmë, të nderojmë dhe t'i çojmë këto histori përpara. Nëntori nuk është thjesht kujtesë, është frymëzim për çdo brez që vjen. Dhe sa herë që shohim flamurin, e dim. Kjo histori na mban të gjallë. Nëse të pëlqejnë misteret, legjendat dhe kuriozitetet shqiptare, abonohu në Fakte Morbid dhe na ndihmo të vazhdojmë këtë rrugëtim drejt të panjohurës.